lodhëm fare të bind juve, sepse analiza ime ka qenë dhe mbetet në një pikë. Mbetëm në këtë jetë dhe në atë jetë dhe në çdo jetë kundër çdo revolucioni. Çdo gjë që quhet revolucion, mua më ka kundër. Edhe në qofshin sa doni me avu numrin e revolucioni, është ngjarja më e keqe që i ndodh një shoqërie. Është ngjarje sepse është një fabrikë dhune e legjitimuar në emër të turmës, në emër të popullit, në emër të dikujt, në emër të një gjëje të madhe, në emër të qëllimeve të mira, sigurisht. Kështu që unë me revolucion nuk jam. Nuk kam qenë ndonjëherë dhe nuk kam pëlqyer. Kjo është ajo e parë. E dyta, protestat që vinë si rezultat të një revolucioni janë revolucion, gjykohen njësoj si revolucioni, ashtu siç edhe veprime politike që na duken normale, po që shfaqen si revolucion, nuk kanë kundër. Më kanë pas gjithmonë, më kanë dhe do më kenë gjithmonë. Kjo është ajo që kjo ka qenë edhe mbetet bindja ime. Pastaj duan njerëzit të kenë janë të kënaqur me qeverinë apo s'janë të kënaqur me qeverinë. Ja dhanë votën, janë bë pishman, të gjërat se natyre, ky është muhabet shqiptarësh, ka qenë do jetë krejt legjitim, nuk kam asnjë problem me këtë. Me këtë protestë kam pas vetëm një problem personal, sepse grupi organizator u pozicionua me sharje Europë shtëpie. Dhe kjo është një arsye më shumë pse unë nuk mund të jem me grupime të tilla, të cilat vend sa tërë rob të shtëpisë time apo të kudiun dikujt tjetër, nuk kam i vetmi në këtë histori. Kjo është e papranueshme. Ka qenë e papranueshme dhe do jetë e papranueshme. Unë mendoj që dhe nuk kam asgjë, është legjitime, çdo mënyrë reagimi është legjitime. Nuk kam në një kompleks me këtë gjë. Por ky reagim që në fakt është një reagim kaotik, është një reagim i organizuar, i përqendruar në një mesazh. Është qëllimisht kaotik, më pyete pak më parë me Soros, unë nuk kam bindje që po është Sorosi organizatori i kësaj gjë, jo është punë lekësh kjo, se shqiptarët e kanë memorin ke lekët. Po erdhi leku, moraj muhabeti. Është punë lekësh kjo gjë. Është punë manipulimi, është punë turmash, po patjetër duan ca lek për këtë gjëra, po jo për të shpërndar lek, po hajde në protestë të jap lek. Se kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Po është një protestë që ka domethënë është në okelon e revolucionit Flamingo, e cila nuk ka lindë në Shqipëri. Është një ide e importuar nga jashtë për qëllimet e politikës amerikane, demokratët kundër republikanëve, ku më së shumti në fokus janë bizneset e familjes Trump. Shqipëria është një nga vendet ku ata kanë vendosur ose kanë ndërmjetësuar të bëjnë një investim, dhe ky ishte shkaku dhe arsyeja për të legjitimuar një skem keq përdorimi edhe të ndjesive që përshkruan ti për veten tënde, që i kanë shumë njerëz, as unë jam i lumtur me qeverisin, por kam kohë që jam i lumtur me qeverisin. Dhe nuk është kjo çështje. Por unë mendoj që njeriu reagon ka mënyra të tilla të reagojë, por jo të jetë viktimë e një manipulimi masiv në emër të një revolucioni të madh që nuk është as shqiptar, që i takon një politike tjetër, një shteti tjetër, dhe jo dini sa dashamirës jam unë me amerikanët. Futëm këtë dashamirëse të mëdhtë, u thonë që s'kërcet fare për ta. Dhe në këtë pikë, unë nuk e lejoj dot veten në këtë fazë, në këtë moshë, që të jem i manipuluar nga agjendat të kësaj natyre. Kjo është e para. Në qoftë se ajo do ishte një protestë normale kundër qeverisjes, do ishte gjëja më normale, absolutisht do ishte gjëja më normale, dhe është gjë normale, për atë pjesë që është gënjur, ato pjesë që besojnë vërtet tek qeverisja, është ata duhet me jetojnë respekt, por janë të përdorur. Me këtë protestë dhe me këtë revolucion, mua nuk më lidh. Në revolucionin jo, po edhe me protestën për shkak të personalizimit të gjës dhe për asnjë arsye tjetër. Respekt për çdo ide, respekt për çdo mendim, respekt për çdo njeri që proteston, duhet ta them të gjë. Duhet ta them edhe gjën tjetër, unë nuk kam shar protestën dhe protestuesit. Kam shar ato që më kanë shar. Dhe këtë desha ta them sepse është shumë e rëndësishme kjo gjë. Kush më ka shar, është parimi, i shari të shar. Dhe kjo është gjithë historia e kësaj pune. Unë nuk shaj protestet. Nuk kam lyp me shaj njerëz. Pse duhet ta bëj këtë gjë? Të protestojnë, mi le t'ja marrin dhe karrigën e dramës. Merren inshallah. S'kam ne problemin me këtë. Problemi është që unë dhe familja ime nuk ka pse të jenë satër. Pse?
Po jo, s'jam dakord se me revolucionin jo, vallai, nuk më bit. Ndërkohë shoh shumë njerëz aty që ja kanë votuar Edi Ramës që qisnin syt para një viti. Të qisnin syt. Po ti shohë, po ti thoje dy fjalë jo të përshtatshme ide. Të thotë fyt ty hëllshin. Këta. Shumë njerëz aty te ku shkon dhe ti. Dakor? Dhe kështu nuk funksionon kështu gjëja. Që e lëshon votën qesim dhe thu pastaj ja, pse po më qeveris, po pse e voton? Bëjmë një pyetje. Dhe sikur të marrim armët tash i ta vrasin Edi Ramën. Marrim armët mos revolucionat aty të çojnë. Kur ti zgjen paqe, ti mendon që je shumica, po lan armën dhe ata ta vrasin. Në fund ditës, në zyrën e tij Edi Ramës do hysh me votë. Diskutimi është, ajo që më tremb mua është ata që e kanë nis këtë gjë me idenë e një revolucioni janë më të rrezikshëm se sa kaq. Pra do shfaqet në një formë tjetër, do bëhet në një formë tjetër. Dhe kjo mendoj unë kërkon trajtim social. Pra, ai pa kënaquri me politikën, me shtetin, duhet ta kanalizojë, duhet përpiqemi ta kanalizojmë muefin në rrugë politike. Kjo është e vetmja rrugë. Rrugë tjetër nuk ka. Çdo rrugë tjetër jashtë sistemit politik, jashtë skemave politike, është sistemi politik i kalbur sa dush. Ka nevojë për ndryshim sa dush. Ai qeverie i është dhënë mandati nga ky popull, jo nga unë s'kam votu. Pra në qoftë se në masivitet votuesi unë di koka më shumë nga një person në kërkim se sa një politikan, më shumë nga një politikan me lek se sa një politikan pa lek dhe me ide, më vjen keq për si ta masën suksesin e gjës. A ka gjë më të pamoralshme se sa bursat? Qofse nisim nga morali, bursa që i rrjepin njerëzit pafund. Megjithatë ata quhen njerëz të pasur, sepse kjo është skema. Edhe bursa e politikës është vota. Dhe shqiptarët duhet mësojnë një herë mirë një gjë. Atë votën mos e japin kot. Si deputeta është kjo? Se kisha ide, më thash me s'është largu nga partia. Që ka deputeta të mëllë. Është kryesuesja e listës së Partisë Socialiste në Shkodër. Dhe është listë mbyllur. Po. Po bime, pas ka luajtur Zotin Ramës, mirë kanë bërë. Shumë mirë kanë bërë, sepse edhe për zgjedhjet prematur që bën Rama dhe bëjnë kryetarët e partive, me njerëz çdo si do, duhet pagujnë kostot politike në këtë rast. Pastaj zgjedhja personale, unë se komentoj dot është personale e personit, është më bet kot. Por politikisht është kjo, ja ka luajtur fen. Është leksion i përsëritur që u jepet shpull që u jepet zakonisht kryetarëve të partive për zgjedhjet që bëjnë. Ja ku i kanë zgjedhjet. Ti gëzojnë. Pëse deri në çastet që flasim ka patur formulën e suksesit politik për të qenë qeverisë, forcë triumfuese, unitare madje. Deri në ekstremitete. Dhe nuk besoj se është e gatshme të ketë eksperimente alternative të ngjashme. Kaq, pastaj se çan të rihet vjetër aty ky debati në PS ndërmjet xhaketave dhe moshës xhaketave është i vjetër, është i kahershëm, është i pashtershëm dhe nuk ka për të qenë aty ka për të qenë prezant. Nuk di të them për këtë. Por shoh që domethënë në këtë pikë ka një veli me pushtetin, kjo është e vërtet. Ka gjithmonë qefmbetje të rastit, të çastit që pse ai ministër, unë jo, isha ministër, më hoqi, erdhi tjetri, më thotë, muhabete që gjithmonë bëhen dhe janë bërë, por në këtë pikë them që domethënë ata do duhet vënë, siç besoj e vënë në kandar në formulën e suksesit me vetë shkatrimin apo me çeljen e debateve që çojnë në daljen totalisht nga pushteti. Por daljen nga pushteti nuk do ta kenë si herët e tjera. Do ta kenë me kosto të dhimbshme. Sepse kështu e kanë çu punën. Gjithçka që kanë bërë për kundërshtarët e tyre do ua bëjnë. Ndjekjet penale, drejtësia, ai më thash, linçimet, kësaj trajtimet, nëngrat lloqet, lik lloqet, kështu gjitha këto historira.
Dhe ke parasysh që socialistët janë sot politikisht administratorët e jetës në vend, praktikisht, administrojnë çdo gjë. Dhe sigurisht janë edhe të ekspozuar nga jo vetëm nga kritikat, por edhe nga ndjeka penale, janë të ekspozuar edhe nga sherrret sociale, janë të ekspozuar edhe ndaj politikave të gabuara që kanë ndjek. Dhe këta provojnë kosto, sigurisht, që vjen një moment që thotë ti ma bëre këtë. Pra, në këtë kuptim kostot do jenë shumë të larta. Sigurisht një ditë socialistët do dalin nga qeverisja, se nuk do rrinë aty përjetësisht, por ata do të kenë problem me menaxhimin e kostove. Pas pushtet, duhet ta kenë këtë problem. Nëse se mendojnë, pastaj janë hatlla. Unë jam nga ata që besoj dhe kam besuar dhe duhet besoj dhe uroj që Berishës t'ja heqin atë non grata. Duhet t'ja heqin, duhet t'ja kishin heqin. Nuk duhet t'ja kishin vënë, më thonë drejtën. Se çaj duhet Berisha, një plak të 10 vjeç, departamentit të shtetit, si është dash, as atëherë, as sot, as kur. As kur ka qenë dhe më i ri madje. Ata kanë ditë me e trajtu kur ka qenë më i rrezikshëm. Jo sot që është një burr plak pa lidhje. Por plak me ndikim në politikë, kemi realist. Qëllimi i çdo politikani në jetë, arsye pse bën politikë dikush është të ndikojë. Dhe po arriti të ndikojë është i suksesshëm në botën e vet. Aq sa ndikon. Dhe ti nuk mund t'i thush një politikani pse ndikon. S'është normale. Ka një mënyrë për të ndikuar. Të lutem. Kjo është jo. E pa tani secili ka mënyrën e vet, dakord, por ti nuk nuk e gjykon dot as për mënyrën. Sali Berisha mund gjykohet për shumë gjëra dhe ka plot arsye për të gjykuar. Po jo pse do të bëj politikë dhe ndikon në politikë, ka mbështetës, ka njerëz që i shkojnë nga mbrapa. Se nuk e gjykon dot për këtë. Aq më tepër ti thush që ti je në ngrata në shtetin tim sepse ti ndikon në politikë. Kjo është tash edhe më rënd. Pra, unë jam nga ata njerëz që besoj dhe mendoj që kjo ka qenë gjithçka e gabuar. Sepse ajo që ka sjellë në politikën shqiptare është ka nxjerr nga shtrati politik komunikimin pozit-opozit. Për vitesh. Dhe kjo e ka dëmtuar politikën, e ka zhbalancuar politikën. Ashtu siç është me të këqijat e veta, opozita duhet të jetë pjesë e komunikimit politik. Por për vite me radhë ti nuk komunikon me atë se është në ngrata. Luli s'komunikonte se është në ngrata. Gazbardhi nuk komunikonte se është në ngrata. Tash pastaj vendosi që të komunikojë pak më vonë. Dhe qeveria thoshte që jo, se ky është në ngrata. Pastaj filluan me komunikumet në hapësirën politike, debati politik, bashkëpunimi politik duhet ndodhin në mënyrë të pandikuar nga preferencat e shteteve tjera. Atëherë, nuk di ta them nëse është lidh specifikisht në çështjen e Zvernecit. Në çështjen e Zvernecit ishte hetimi, pra, që u çel për pronarët që kanë letrat në atë zonë, për të kuptuar legjitimitetin e burimit të marrjes së dokumentave. Dhe në atë kuadër, parat që ishin nisur për të shku këtyre në llogari, pra pronarëve të tokave, janë bllokuar. Dhe nuk është bllokuar biznesi, kjo është gjë e mirë. Siç u tham fillim që u blloku biznesi, jo, nuk u blloku dhe kjo është një gjë e mirë, të paktën biznesit i jepet një mundësi që të vazhdoj punën. Pra ka pagu lekët e pronësisë, atë janë të lartë, si më thonë, me shtetin shqiptar për fshirë dhe problemet private. Ata do të jenë në gjendje që të vijojnë investimin normalisht sipas rregullave lejeve të ndërtimit e kujtun se ç'është një procedurë e gjatë. Në këtë kuptim them që ky rol i SPAK-ut deri këtu është okay. Kjo çështje tjetër pastaj nuk di të ketë në lidhje drejt për a kanë lidhje, çështjet mund të kenë lidhje, por un kam një problem shumë të madh dhe kjo ka të bëjë me teknikën legale, po edhe me pozitën kushtetuese të shtetasve shqiptar. Kam kohë që ja them të gjë, po e kuptoj që nuk është popullore si ide, aq më tepër të revolucionarët që nuk e kanë qef të gjë. Unë them që shteti shqiptar nuk mund të kriminalizojë shtetasit e vet, pavarësisht inatave apo mllëfeve që kemi me njëri tjetrin, për arsye të veprimtarive kriminale në shtetet e tjera. Dhe kjo është baza e gjës. Pra, domethënë, i thuhet dikujt, mua më ka dalë një përgjim që ti ke porosit një anije me drogë nga Venezuela, po ja fuskot, apo Kolumbia, për në Hollandë. Më falë, Shqipëria ku hyn këtu?
Nëse po i themi Hollandës mos i dëno. Ti zër në flagrancë dhe ti dënoj. Tash unë duhet i dënoj këta vetëm pse janë shtetet shqiptar, pa asnjë fakt, vetëm për callafe telefonash. Po më po të bëj një pyetje fare të thjeshtë, droga ku është droga? Si ta dënoj njeriu unë pa produktin kriminal? Ky revolucion ka filluar në politikë, në qeveri, në opozitë, në kompromise, në emër të revolucionit, në emër të asaj që quhet pandëshkueshmëri, dhe kjo është një ide revolucionare, s'ka lidhje fare me ligjin, s'ka lidhje fare me shtetin e së drejtës. Kjo ka të bëjë me revolucione, pandëshkueshmëri. Çfarë do të thonë pandëshkueshmëri? Pa ndëshkim. Fjala ndëshkim është mesjet, vjen nga mesjeta. Nuk i shkon për shtat kulturës demokratike. Ligji jon ka detyrë të territorin e Republikës së Shqipërisë ta pastrojë sa më shumë të jetë mundur nga aktiviteti kriminal, nga vrasjet, nga drogaxhit, nga historitë që shkatrojnë familje, shkatrojnë jetë. Ky është qëllimi, nuk është qëllimi tani që ndoli mua një gjë ose më ka thonë mua i prokuror atje, më ka sjell një gjë, një thashë themi madh. Ndërkohë, aty ku flitet demokratikisht korrekt, në Hollandë, Belgjik, thotë, askund nuk të dënon me llafe. Thotë, e zurët është trafikant droge ky, po ka sjell drogë, po ku është droga? 32 vet liroi gjykata e Amsterdamit, sepse ishte kap droga. Por prokurorët para se shkonin në gjyqje kishin eliminuar dhe nuk kishin dëshminë e duhur për t'ia thënë gjykatës se kjo është droga e kapur.